Ndërkaq të punë për të kaluar tek lufta mes Rusisë dhe Ukrainës, çfarë po ndodh realisht gjatë këtyre ditëve? Nga ana e, le të themi, situata në front ka pasur ndryshime të vogla, jo shumë të mëdha, po gjithsesi ushtria ruse flitet, të paktën kështu deklarojnë, po përparon në disa pika në zonat e Donbasit me hapa të ngadalshëm në rajonin Konstantinovka, po bëhen luftime të ashpra, pavarësisht se nuk ka informacione të vazhdueshme tashmë pasi vëmendjen kryesore e kanë marrë ngjarjet nga lindja e mesme, por le të themi, lufta vazhdon e ashpër, lufta është përqendruar mes dronëve të dyja palëve dhe goditjet janë të konsiderueshme, biles goditjet e fundit të Ukrainës me dronë të zonës së Tuapses, që është në detin Ezi, kanë krijuar pa egzageruar një katastrofë ekologjike. Le të themi që përfaqësuesit në vend mundohen ta minimizojnë dhe të tregojnë që janë në kontroll, po fakti që brenda një javës kjo terminali i naftës rezervuari të naftës për eksport është goditur 3 herë me dron, tregon që në këtë rast Rusia nuk është në gjendje të mënjanojë këtë rrezik të konstant që krijojnë dronët. Nga ana tjetër, Rusia hakmerret në zonën e Dnipropetrovskut dhe të Harkovit kanë goditur objekte të ndryshme si zonat strategjike. Domethënë goditen jo vetëm zonat kufitare me njëra tjetrën apo afër detit të Zi, por edhe në thellësi të Rusisë ka pasur goditje të rafinerive të naftës dhe objekteve të ndryshme. Ka pasur viktima në popullat civile, në Tuapse për shembull ka pasur edhe fëmijë, domethënë viktima. Pra është një qok sokak që vazhdon një luftë e egër, pa justifikueshme dhe me plot viktima. Ndërkaq të punë mes inflacionit në rritje, por sigurisht dhe investimet në rënje dhe presionit të vazhdueshëm, por edhe sanksioneve ndërkombëtare, a mundet që ta përballojë ekonomia ruse këtë luftë të gjatë? Ekonomia ruse e përballon, pa të përballojë populli rus. Kjo është thelbi, sepse situata është keqësuar këto gjysmë vitin e fundit. Le të themi që gjithnjë më shumë rriten çmimet, kuptohet që rritja galopante e çmimeve në Rusi nuk ka të krahasuar me atë në Europë, por gjithsesi është rritur dhe për rrogat që këtu nuk janë shumë të larta, kjo është një ndryshim thelbësor. Ka pasur domethënë të gjitha taksat që rriten shkojnë në dobi të, le të themi, të armatimit, të forcimit të ushtrisë etj. Pra është një ekonomi që është në binarat e luftës akoma, dhe kur Putini deklaronte që GDP-ja tashmë për luftën shkon deri në 6.3, që ai pranonte që është një shifër shumë e lartë, kjo mund të jetë akoma dhe më e madhe dhe shpresojmë që së shpejti kjo situatë ndryshojë. Ndërkohë, zoti punë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski, duke referuar të dhënave nga shërbimi i inteligjencës ushtarake ukrainase, ka thënë se udhëheqja politike e Federatës Ruse po planifikon operacione të reja ofensive dhe zgjerimin e mobilizimit. Si e shihni këtë deklaratë dhe nga ana tjetër, a është vërtet Rusia duke u përgatitur për një ofensivë të re? Nga njëra anë ka pasur deklarata të tilla dhe disa agjenci lajmesh biles kanë deklaruar që Rusia tashmë filloi këtë operacion ofensiv. Kjo shifet në kuadrin e rritjes së aktivitetit të forcave ruse gjatë kufirit me Ukrainën dhe themi që depërtimi është në kafë të Ukrainës disa 10 kilometra për gjatë kufirit, dhe kjo të bën të mendosh që po organizohet një zonë e vdekur, në kuptimin që nuk ka trupa ushtarake as nga njëra palë as nga pala tjetër, një zonë e rrezikshme për jetën, që quhet zonë hiri këtu në Rusi, dhe që mund të jetë pastaj një formë, le të themi, demarkacioni në të ardhmen kur të pushojë lufta. Domethënë trupat respektive ushtarake baraz largohen nga kjo pikë, nga kjo zonë e errët rreth 10 km ose 10 kilometra, dhe pastaj mes tyre ose vihet një kusht për respektimin e kësaj vije, ose vihen trupat paqëruese ndërkombëtare, gjë që mund të jetë e vështirë për të realizuar në terren.
Nëse ofensiva e re do të konfirmohet zoti Puma në një moment kur edhe frontet janë të stabilizuar, le të themi edhe kostot janë rritur ndërkaq, rrezikon ndoshta kjo lëvizje të përshkallëzoj luftën pra në një tjetër nivel edhe më të rrezikshëm? Problemi është me Europën dhe me Britaninë e Madhe. Paktën kështu deklarojnë në Kremlin, por jo vetëm në Kremlin, por edhe në shumë mass media përfshirë ato perëndimore. Po acarohet situata e marrëdhënieve të tensionuara dhe kërcënimet për luftë nga të dyja palët. Do me thënë, Europa po bën gjithçka të mundur që Ukraina të mos përfundojë luftën, që të vazhdojë luftën deri në Ukrainasin e fundit dhe ju jep ato që ata dëshirojnë parat dhe municionet. Tashti problemi është që duke marrë transhin me 90 miliardë dollar, Ukraina de facto është detyruar të vazhdojë luftën, sepse këto transhe që janë dhënë për luftë kryesisht. Dhe nëse do të ndërpritej lufta, nuk këto para do të ktheheshin mbrapsh apo do të ndaloheshin për të transmetuar Ukrainës. Gjë që nuk i intereson atyre paramarrësve që janë nga ana tjetër, sepse ato vetura luksoze që udhtojnë në Monaco me parinë e Ukrainës janë pikërisht gjithashtu fryt i asaj politike të investimeve të çmendura që bën Europa për të mbajtur Ukrainën të ndezur në luftë me Rusinë, për të dobësuar maksimalisht Rusinë dhe nga ana tjetër nga rreth vitit 30 flitet Europa të jetë në gjendje të luftojë jo më në luftë të ftohtë dhe me ndihmë indirekte e Ukrainës apo me ndihmë ushtarake dhe prodhime ushtarake nga vendet e tyre, por në një ballafaqim drejt për drejt me ushtrinë ruse, gjë që nuk është në gjendje ta bëjë aktualisht. A mendoni se është kjo ofensivë zoti Puma një përpjekje ndoshta për të ndryshuar edhe balancën para çdo negociate të mundshme që mund të zhvillohet mes dy vendeve? Unë mendoj që Rusia gjithsesi i referohet dhe le të themi dëshiron të arrijë atë objektivin minimal që ka, pra të kapi, të zotrojë zonën e Donbasit përfundimisht, pasi domethënë në një farë mënyre është zënë komplet zona Luganskut, tashmë ka mbetur një territor më pak se 80 km me 60 km, domethënë ky territor është ai që duhet të zëjë ushtria ruse për të zënë komplet Donbasin. Kjo është rreth 17% mos gaboj të territorit të Donbasit aktual. Dhe synimi është që kjo, domethënë ky territor shumë i fortifikuar, shumë ne themi aty janë bërë investime të mëdha fortifikimi dhe ka ushtri të përqendruar nga Ukraina dhe synimi i Rusisë është për të zënë këtë territor deri në shtator. Pse deri në shtator? Ka të ngjarë që le të themi para vjeshtës, pra në shtator, mund të jetë një le të themi akti mundshëm i paqes mes Rusisë dhe Ukrainës, ndërprerja e luftës dhe Rusia do të deklarojë siç bëhet në të tilla raste, domethënë fitoren dhe çlirimin sipas tyre të Donbasit, nga ana tjetër Ukraina feston ekzistencën si shtet dhe që nuk ju dorëzua rusëve dhe të dyja palët do të shpallen fitues. Dhe presidenti Trump do të deklarojë që ai ndaloi luftën e 8 apo të 10 të radhës dhe triumfalisht do t'i thotë Kongresit tash mund të bëni zgjedhje të zgjidhni republikanët përsëri në pushtet. Zoti Puma, kush do ta paguaj faturën më të rëndë sa i përket këtij konflikti mes Rusisë dhe Ukrainës? Faturën tashmë e paguajnë njerëzit e thjeshtë Ukrainës dhe të Rusisë, ata ushtarët në fronta nga të dyja palët, ata janë mish për top dhe ata e kanë paguar dhe vazhdojnë të paguajnë në mënyrë drastike çmimin e kësaj lufteje. Paria vërtet ka qenë një general shumë interesant në Rusi, një general Lebed që deklaroi që çdo luftë mund të përfundonte brenda javës nëse paria politike do të çonte bijtë e tyre në luftë. E qartë. Por mendoni zoti Puma se një ofensivë re nga ana e Rusisë mund të çonte në një përfshirje më të gjerë ndërkombëtare, pra duke pasur parasysh çdo lëvizje ushtarake e cila ka pasoja të drejtë për drejta për stabilitetin rajonal, por edhe atë global? Nuk është në interesin e Rusisë për të zgjeruar, domethënë, caqet e këtij konflikti dhe të përfshirjen e Europës në luftë. De facto nuk ka interes
nuk është se nuk ka mundësi për të goditur Europën që është, le të themi, një tjetër forcë ushtarake për sa i përket fuqisë pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe këtu Rusia nuk ka inferioritet ushtarak të paktën. Kuptohet që pastaj ku flasim për GDP, për ekonominë e tjerë, për le të themi popullatën e tjerë, raportet e tyre, sigurisht që Europa është shumë më e madhe se sa Rusia, por de facto në fuqia ushtarake e Rusisë për momentin është shumë më e madhe se ajo europiane. E keqja është që dhe europianët e kërkojnë një luftë të tillë, po ata e kërkojnë domethënë një luftë të tillë nëpërmjet Ukrainës dhe me duart e Ukrainës dhe të paktën maksimalisht aq sa mund të arrijnë të bëjnë ukrainasit për të dobësuar Rusinë, që sipas strategjisë europianëve pastaj do të jetë e dobët për të ballafaquar me europianët. E shërëzit, po kur flasim për interesin real strategjik për ato dyja vendeve dhe nga ana tjetër kur udhëheqjet politike vendosin të vazhdojnë luftën pra pavarësisht kostove të vendit apo edhe të jetës të qytetarëve, mendoni se po bëhet tashmë konflikti më shumë një çështje prestizhi do ta quaja se sa një interes real strategjik? Sigurisht që të dyja palët duan të shpëtojnë faqen, domethënë të dalin nga ky konflikt fitues, të deklaruar të tillë. Unë tashti nuk do të flas për pasojat që shkaktoi kjo luftë nga të dyja palët, por është e qartë që të dyja palët kanë humbur goxha, kanë humbur në radhë parë jetën e njerëzve, që është gjëja më e vlefshme në botë, jeta e njeriut, dhe